Pra gjuha është e para, pastaj po flasim për gjithë pjesën tjetër të identitetit flamurin, por edhe për traditat, zakonet. Të lëmë të kaluarën, të përqafojmë modernën, por duhet kuptojmë që ato janë veçanti unike të popullit tonë. Një popull që kaq i përvojtur, i cunguar, që 2/3 kanë ngelur jashtë territorit, por kemi arritur ashtu siç kemi ruajtur gjuhën, që thuhet tani 6000 vjet gjuha jon, e thon të tjerët, nuk e thon për fat keq nuk e thot Akademia jonë e Shkencave, por e thon të tjerët, ka qenë një studim, nuk e di nëse e keni ndarë dhe ju, së fundi me 33 studios gjuhëtar të huaj që ata kanë bërë edhe hartën që jemi ndër 3 gjuhët më të vjetra në botë. E folur, ndërkohë që e gjithë kjo po atakohet kaq shumë dhe thuhet po ju nuk e keni të shkruar. Që dhe për këtë unë shoh që ka lëvizje, pra se na ka prek në sedër flas historianët e vërtet historianët që vërtet duan të shkojnë deri në fund. Imagjino të ruash për 6000 vjet vetëm në të folur, duke mos patur ne po marrim të dokumentuar diçka. Vetëm buzukun themi në vitet 1500, pra kaq e re që thuhet gjuha, siç më thon gjuhëtar të Akademisë së Shkencave që është një gjuhë vetëm 1500 vjet, duke anashkaluar të folurën. Por e folura është pasuri e jashtëzakonshme që më shumë e vlerësojnë studiues të huaj dhe thonë si ka mundësi që në kaq breza, në kaq vite, vetëm në të folur të ruhet kjo gjuhë.